Armando Broja befason gjestin me një mesazh emocionues para ndeshjes në Anglinë. Banorët e shtëpisë së Big Brother VIP u shfaqën të befasuar pas ditën e sotme, teksa nga një sër mesazhesh që morën në Big Love, njëri nga mesazhet ishte më i veçantë. Këto mesazhe që shpeshherë janë të mbushura me emocione ngrohtësi, të cilat shpeshherë vijnë nga familjarët, fansat, por edhe personazhe publike, kanë çuditur gjestin në veçanti. Në mes të kësaj mbështetje, një surprizë e veçantë për gjestin erdhi nga sulmuesi i kombëtarës shqiptare Armando Broja. Vetëm disa minuta para ndeshjes me Anglinë, ku banorët e ndoqën live, duket se një mesazh ka ardhur në mbështetje të banorit nga Kosova, duke e bërë edhe emocionues për gjestin. Në mesazhin e çuar nga Broja, shkruhej: "Gjesti na kënaqë vlla, veç për ty po e shikoj këtë bik, të presim me fitore, loja ka puls dhe dashuria, por ti nuk do nxjerrësh djalin e dashuruar. Nuk është turp vlla, nuk ka më bukur se dashuria", ka shkruar Armando, teksa gjesti i habitur është përgjigjur se nuk është i informuar se kush është Armando pasi nuk sheh futboll. Kjo ka çuditur banorët, të cilët e njihnin të gjithë, duke thënë që ta përshëndes. Edhe në mbrëmjen ku ka filluar ndeshja Shqipëri-Angli, ka qenë Laerti i cili ka kujtuar gjestit ta përshëndes Armandon, kur ai u fut në minutën e 62 në ndeshjen Shqipëri-Angli. Gjesti e ka përshëndetur duke thënë se është shumë falendërues për të, teksa ndeshja mbaroi me rezultatin 2-0 për Anglinë.